mëngjesi, unë tani sa po dola nga shtëpia, jam bërë gati si që duket. Është një super kohë dhe la me Angelën për të dalë në një rrugë të bukur këtu në qytet, edhe të shkojmë dhe të luajmë bowling nëse është hapur, sepse sot është e diel, por inshallah është hapur. Po që se është do luajmë, nëse jo atëherë do bëjmë vetëm një xhiro. Zjarri është e karroca, por sot do ju prezantoj edhe zjarrin juve, kështu që ndiqeni videon deri në fund. Shumica e gjërave janë mbyllur akoma, sepse hapen në maj. Edhe burger. Por kemi Burger Kingun që është në qendër të Ibizës, që është hapur. Si e ka emrin ai të shtëpia jon? Burger King është? McDonald's. Është McDonald's. Edhe atë kemi hapur, ç'është tjetër, edhe KFC-ja është hapur, por unë s'kam qef të ha te këto, se i kanë ato qoftet shumë të shumtuara. Më duket se loja është hapur, kështu që do shkojmë të luajmë. Është këtu. Sa po erdhëm. Tu ka shumë lojra. Edhe loja e bowling që do luajmë tani. Tu janë dhe vendet për të ulur, mund të pish edhe diçka duke parë njerëzit që luajnë. Por ne do dalim jashtë pasaj të pim diçka ose të ham, nuk e di. Deri tani jemi para 47 me 47. E pat edhe ju, fitoj Angelo me 5 pik, a i mori 75, kurse unë 6. Jo, sa mori ti? 70 i 65. Apo, unë 65, Angelo 70. Edhe ma fitoj për 5, por s'ka gjë. Kur të vim herës tjetër do të harrova. Tani do ju tregoj zjarrin, sepse zjarri po rri dhe ne kemi porositur diçka për të ngrënë. Kemi dhe një Coca-Cola, që nuk është mirë ta pim, do ta pim një. Edhe jemi tek lokali bowling, kështu që tani sa të vi porosia, po luajmë pak me zjarrin, po ju tregoj edhe juve. Kjo është pjata e Angelos. Vici, ke marrë edhe ti? Pa. Janë të dyja me mish vici, kjo është edhe pjata ime. Dhe këtu kemi patate, por ne nuk e dinim që pjata vinte me patate dhe porositëm. Ne kemi super patate, po nuk besoj të janë gjitha se janë shumë. Po ikim për në shtëpi, edhe ishim të ky karburanti, sepse ky është i vetmi që është hapur, sepse marketet janë mbyllur. Edhe nga që ka një si dyqan brenda, edhe morëm Monster për të pirë. Edhe morëm edhe kafe për nesër nga ato Starbucksat, që ta kemi se ne pim gjithmonë në mëngjes ndonjë Starbucks. Edhe nuk ishim për nesër. Gjupin Angelo sepse ishte pak ftohtë, nga që po frim pak herë, edhe unë s'kisha marrë gjup, kisha marrë vetëm për zjarrin, edhe Angelo vetë. Nejse. Tani që do shkoj në shtëpi do merrem pak me çunin, ta ndroj, ta ushqej dhe do luaj pak me ta. Pastaj po mendoja të bëja thonjë sot, sepse kam gati 2 javë pa i bërë. Edhe do t'i bëj sepse kam bler një gel të ri, edhe kam bler tipsa të reja dhe do t'ju tregoj edhe juve. Po vete 7 e pas dites, edhe zjarri është zgjuar nga gjumi ndërkohë sepse fleti u zgjua. Unë bëra disa punë të shtëpia që më kishin mbetur, i mbarova dhe do bëjmë pak palestër, sepse nuk kemi bërë sot. Ndërkohë, ky është një box, ka zënë çik plura ky, se ishte aty brenda, edhe nuk e kishim hapur fare, sepse nuk e kam përdorur, por që kur del në balkon, ky është
bën shumë muzikë, edhe është fiks për të marrë me vete për ndonjë piknik, ose në pyll, ose anës detit, kështu që peshon pak, unë se kam hapur ndonjëherë, kam hapur vetëm te ballkoni, dhe tani do ta hap dhe do të çojmë një muzikë, por nuk e di nëse do na i lejoj YouTube-i, a i lejon YouTube-i gjitha muzikat që mos jenë copyright, që ti dëgjojnë? Se më duket YouTube-i nuk t'i lejon dhe bëhet copyright, ta bllokojnë, do me thënë videon që do hedhësh nëse është muzikë që nuk lejohet. Nëse unë do ta provoj një herë, do filmoj pastaj, sa të ushqej çunin dhe pastaj dalim te ballkoni. Unë kam veshur bluzën e Angelos, nuk e di pse, gjithmonë më pëlqejnë bluzet e tij. Edhe kam veshur edhe tuta të shkurtra, çorapet e zeza do vesh dhe atletet, që ta bëjmë palestrën siç duhet. Jam shumë sportive. Kështu është edhe veshja ime, fiks për në shtëpi edhe për të bërë palestër te ballkoni. Tani do kap vetëm flokët, sepse do mi shkuli zjarri kur të haj ushqimin, do mi bëj dhe me ushqim. Edhe më pengoj dhe për palestrën, ndaj do t'i kap bish tani. Shikoni që kam këtu. Kjo është Dyson im, që e kam bler këto ditë, por nuk e kam hapur akoma. VR. Nuk e kam hapur akoma, por duhet t'rregoj në një video tjetër. Dysonin dhe diçka tjetër që kam bler. Dhe do jetë video e radhës, mendoj. Kjo është patate e ëmbël edhe avokado. Kush do më pyesi dhe e kam bërë pure. Na ta jep mam. Zjarri do të haj vetë, zjat gjithmonë dorën. Merri zjarri. Bravo. Zjarri. Kjo është edhe darka ime, kam bërë salmon edhe oktapod të skuqur, me pak limon edhe asgjë tjetër. Ndërkohë jam duke parë dhe fan klubin, zjarri po fle, edhe mbas darkës do nis të bëj edhe thonjë. Mirëmëngjesi, ja ku jemi dhe ditën tjetër, sepse mbrëm isha e lodhur dhe nuk munda do t'i bëja thonjt. Dhe po i bëj tani herët në mëngjes. Kjo është pakua me tipsa që kam bler, që t'rregoj. Janë këta lloj tipsash. Unë sapo i kam pastruar thonjt, edhe kutikulat i preva, por do t'i jap formë tani. Ky është edhe gjeli që kam marrë, është ngjyrë akull. Tani do ngjis edhe tipsat, edhe do vazhdoj direkt punën. Ndërkohë kemi edhe kafen e mëngjesit që ju thash dje që e blem tek karburanti. Dhe po ju tregoj vetëm procesin e përfundimit, se sapo i kam mbaruar edhe thonjt. Edhe jam duke ndënjur me zjarrin te ballkoni. Kështu duken.